Përshëndetje nga sofra shqiptare. Sot kam sjell recetën e gjivrekëve apo simitave që në Turqi ndryshe njihen sikur simitat e rrugës. Përgatitja është ekonomike, mund ta bëjnë dhe fillestarët, gjithashtu kam sjell dhe mënyrën se si mund t'i mbushni këto gjivreka që t'i konsumoni gjatë mëngjeseve apo drekave t'juaja. Besoj se kam ju pëlqyer receta, kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitje. Në fillim përgatisim brumin e gjevrekave apo simitave të rrugës, ndryshe siç njihen. Në një enë më të madhe i hedhim 150 ml me ujë. Ju nëse përgatitni me për masa më të mëdha, vetëm se shtoni masat. 150 ml me qumësht. Qumështi dhe uji duhen të jenë të vakët, asesi nuk guxojnë që të jenë të nxehtë. Shtojmë një lugë të gjellës të mbushur plot me moja buke, 3 lugë gjelle me sheqer, dhe masën e përzim pak që të aktivizohet moja bukës. Pra përgatitem me përbërësit që i kemi në shtëpi. Ja shtojmë dikur rreth 90 ml me vaj. Besoj se kam përzier më mjaftshëm. Tash ja shtoj mielin, gjithsej miell do na duhen dikur rreth 4 gota e gjysmë nga 200 ml. Asnjëherë nuk dihen fikse. Shtoj një pjesë të miellit dhe ja shtoj një lugë të mesme me krep. Dhe në fillim masën e përzim shtoj me lugë apo me një tek kuzhine. Besoj se kam përzier mjaftshëm me telin e kuzhinës. Shtoj pjesën tjetër dhe brumin e punoj me dorë derisa ta fitoj një brum me trashësi mesatare. Punoj më gjatë derisa të shkëputet brumi nga dora. Kam punuar brumin mirë, pra shkëputur pothuajse plotësisht nga dora. Kemi fituar një brum pak më të trashë si i bukës. Tash e mbuloj me inën ku ndodhet brumi dhe e lojmë në ambient ngrallë dhome që masa e brumit të dyfishohet për 1 orë e 20 minuta. Që masa të dyfishohet mirë, mu ka dash 1 orë e gjysmë. Tash e largojmë brumin nga ena, kalojmë tavolinën e punës, hedhim miell. Është bërë një brum shumë i mirë, pasi ka pushuar mjaftshëm, pak me vështirësi dyfishohet masa pasi është një brum pak më i trashë. Kështu mundohem gjithë brumin ta largoj nga ena. Punoj tek mielli i hedhur, e rrokollisim. Sa t'ja japim një formë të lëmuar. Dhe ndoj në 24 pjesë të barabarta. Gjithsej nga kjo masë e brumit fitojmë 12 copë me gjevrek. Në fillim e kam nda në 2 pjesë, tash secilën pjesë e ndoj në 12 copë. Mundohem secilës copë t'ja jap masinë e njëjtë. Pasi kemi ndarë brumin kështu në 24 pjesë, secilës pjesë filloj që t'ja jap formën e një kulaçi. Në formë rrethore i bëj, duke i rrokollisur në miell. Jam munduar që t'ja jap masinë e njëjtë të gjithave. I formoj kështu në radhë dhe i vendosi në një cep tavolinës. Në mënyrën e njëjtë veproj me gjithë pjesët e brumit. Hedhi miell kur të ka nevojë që t'i rrokollis kuleçt.
Kemi formuar gjithë kuleçët, tash marrim kuleçin e parë dhe fillojmë kështu që t'ja japim një fund të zgjatur. Dikon në masi rreth 6 ose 7 cm. Ja në këtë mënyrë dhe në mënyrën e njëjtë veprojmë me gjithë kuleçët, vetëm se filloj nga i pari i dyti sepse kanë pushuar pak. Me të gjithë veprojmë në mënyrën e njëjtë, kështu duke i hapur në masinë e njëjtë. Pra shumë shpejt bëhet hapja, nuk ju merr shumë kohë. Ju kemi dhënë gjithë kuleçëve formën e zgjatur. Atëherë marrim 2 kuleçët e para dhe fillojmë që t'i zgjasim më shumë. Gjithashtu pasi t'i zgjasim do na duhet susam 300 gram dikon dhe tek mes e marrim gjysmë filxhani dhe një gotë ujë të vakët dhe i përzim bashkë. Mirponi kam shtuar 2 lugë gjelle me marmalladë dhe një gotë me ujë të vakët në mungesë të pekmezit dhe fillojmë që të bëjmë hapjen. Tash marrim kuleçin e parë dhe kështu me anë të duarve e zgjasim në një masi dikon rreth 16-17 cm. Mundohem t'ja jap trashësinë e njëjtë e bëjmë në formë të një shkopi. Dhe në mënyrën e njëjtë veproj dhe në kuleçin e dytë, në fillim e hapi në një masi rreth 10 cm. E lëm që të pushojë derisa të hapi kuleçin e dytë. Pra për një gjevrek apo për një simit na nevojitën 2 kuleç. Besoj se është mjaftueshëm. Tash e marrim të parin dhe e hapim ende dhe të mundohem që t'ja jap trashësinë e njëjtë. Dhe pak vetëm se bëjmë hapjen. Dhe kuleçin e dytë e hapim. Kemi hapë dhe kuleçin e parë, atëherë marrim qoshet e të 2 kuleçve dhe i shtypim kështu me maja të liqtave dhe i mbajmë kështu dyja dhe fillojmë që të bëjmë rrokollisjen e të dyjave. Besoj se mjaftueshëm i kam rrokollisë dhe këta dyja qoshet e këta dyjave i ngjes. Dhe përsëri bëjmë rrokollisjen e brumit nga të dy anët nga ana e kundërt dhe e bashkojmë. Pak rrokollisim kur bëjmë bashkimin që të ngjitet mirë. Besoj se ka dalë shumë mirë. Dhe pak vetëm se ta bashkojmë. Shumë mirë. Tash e marrim dhe e kalojmë tek uji me marmeladë apo me pekmez. Më pas e vendosim tek susami dhe në susam mundohem që ta bëjmë nga të dy anët, që t'i mbulohet çdo sipërfaqe me susam. Si e kam rrokollisën në susam, marr një tepsi të shporetit elektrik dhe vendosi letër për pjekje dhe vendosi gjivrekin e formuar apo simitin. Pra gjithsej do na zej 6 copë dhe tjetra tepsin, pra do fitojmë 2 tepsin të tjera. Dhe në mënyrën e njëjtë vazhdojmë dhe me pjesë tjera të brumit, duke i bërë kështu në formë të një shkopi, në fillim dikon rreth 10 cm. Hapim dhe tjetrën dhe më pas duke i zmadhuar me një masi më të madhe, dikon rreth 7 Duhet t'ja jap gjatësinë e njëjtë si të kuleçit të parë. Besoj se është mirë. Tash përsëri kuleçin e parë do e zgjas.
dhe të dytin i bashkoj dy qoshet e brumit dhe filloj që të bëj rrokollisjen, mirë po brumit është duhet që ta maj me dorë gjatë rrokollisjes dhe këto dy qoshet tjera i bashkoj dhe përsëri të dy anët bëj rrokollisjen nga ana e kundërt dhe i bashkoj qoshet. Vërtet ka dalë shumë mirë. Tash e kaloj tek uji me marmeladë. Nga uji e kaloj në susam. Kemi përfunduar me gjithë gjevrekat gjatë kohës së përgatitjes. Furrën e shporetit elektrik e kam dhezë në 50 gradë dhe e kam nxehë për 6-7 minuta dhe tash do i fus në furrë të nxehtë, mirë po e fiki furrën, e la ashtu vetëm të nxehtë që të masa e gjevrekave të dyfishohet rreth 20 minutave. Gjevrekat kanë qëndru për 20 minuta në furrën e ngrohur dhe të fikur në 50 gradë. Tash e dhezim zjarrin dhe i nxehim furrën në 180 gradë dhe në atë temperaturë do i pjekim gjevrekat rreth 35 minuta. Njëherë pjekim njërën tepsinë dhe më pas tepsinën tjetër. Kemi larguar tepsinën e parë nga furra, kurse tepsinja e dytë është në pjekje. I mbulojmë kështu me një qershaf dhe i lojmë pak që të tohen dhe janë gati për konsumim. I kam pjekur të dy tepsinjat dhe janë ftohur pak. Unë do ju demonstroj dhe një mënyrë se si mund t'i konsumoni për mëngjes, mund t'i mbushni. Në këtë mënyrë, kur të ftohen pak, i marrim dhe i ndajmë kështu, gjevrekin në gjysmë e ndajmë. Dhe t'ja bëjmë mbushjen, vetëm kujdes që mos t'ja prishim formën. Ju mund t'a bëni këtë mënyrë nëse doni, vërtet bëhen shumë të shishme nëse i bëni mbushjen në këtë mënyrë. Ju morin pak kohë, mirë po ja vlen. I kam ndarë 3 gjevreka, vetëm se do më demonstrojmë si bëhet mbushja, ju nëse doni mund t'i bëni mbushjen e të gjithve. Për mua kjo është mjaftueshëm. Mbushjen e bëj me kashkavall, domate dhe tranguj. Kashkavallin e kam bërë në rende dhe kështu ja kaloj në fillim kashkavallin. Përhapi mirë. Dhe tek gjevreki i tretë. Pra në tepsinjen ku bëhen atë pjekje, në tepsinjen do bëni mbushjen sepse do e kthejni përsëri në furrë dhe tash do i vendosim kështu nga trangujt. Tranguj, domate, në këtë mënyrë. Vendosim pjesën tjetër të gjevrekit dhe në mënyrën e njëjtë bëjmë mbushjen me tranguj dhe domate të gjithë gjevrekave. Vendosim pjesën tjetër. Dhe gjevrekat i kthejmë në furrë të nxehtë 100 gradë dhe do i pjekim për 5 minuta. Gjevrekat e mbushur i kam largu nga furra. Tash i mbuloj pak me një folë nayloni që të zbuten. Përsëri me qershafin i mbuloj. I lën dikur për 6-7 minuta dhe janë gati për konsum. Dhe gjevrekat janë gati, janë ftohur pak. I largoj
nga tepsinja, largojnë polinë e lajlonit, janë zbukur mjaftueshëm. Vendosin në një tepsinj apo një pjatë. Dhe simitat janë gati, ta ndajmë dhe një dhe ta shifni se si ka dalë i butë, pra si pambuku është në brendësi, kurse nga jashtë është krokante. Ta ndajmë dhe një gjevrek të mbushur, vërtet ka dalë shumë mirë dhe kashkavalli është shkrier plotësisht. Besoj si u ka pëlqy mënyra motra dashura se si përgatis unë gjevrek apo simita dhe si bëjmë mbushjen e tyre. Gjithë ju që i përgatisni në këtë mënyrë ju bëfshin mirë. Ju mbeqin nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.